Atëherë, një nga vërejtjet që kemi pas nga teleshikuesit është që ju jeni program mëngjesi dhe nuk na bota si gjo mëngjesi. Në na gatuani gjithmonë për drek, por njeriu ka nevojë të hajë edhe mëngjes. Apo jo? Atëherë edhe unë keni sot do bëj një recetë të shkurtër mëngjesi, që është vezë me kërpudhë, domate, pak qep njom, piper zi dhe një fet buk fshati. Buk fshati, mirë, në rregull. Atëherë, më thuaj si nis përgatitja sepse ingredientet më shpjegohen. Marrim vajin flora. Po. Edhe përgatisim. Ti vazhdon përdor vajin e misrit, ëh? Ti nuk përdor vaj tjetër. Këtë do ta përzij me gjalpin vitan, ëh? Gjalp vitan. Bukur, deri këtu jemi në rregull. Të lëm me temperaturë shumë të avashtë, keni? Me zjarrt nga dalë. Dhe kemi në tiganin tjetër, kemi pak vaj dhe pak gjalp. Pak gjalp sërish, ëh? Aty më duket se e ke tiganin e nxehtë. Në rregull. Atëherë, në tiganin e madh, ne do hedhim kërpudha champignon. Unë zakonisht i pastroj, ka varga mënyra. Unë se pastroj fare me të drejtë. Një lloj teknike, unë do vej një të qëruar edhe dy të paqëruara. Unë i lej gjitha të paqëruara, me të drejtë. Arsye është lëkura ka më tepër vitamina na ka baston, Edhe lëkura e çokoladës, s'ka vitamin fare, provoj ti do një lëkurë. Atëherë kemi kërpudhat champignon. Përgatisim qepën. Ti e di që gjithmonë diagonale, asnjëherë nuk pritet drejt qepën. Edhe holl keni. Kush e pret drejt gabon. Kjo është vetëm dekorative dhe pakës djegëse. Dhe me një hanë, kemi bukën. Edhe bukën diagonal. Dalë feta sa më madhe. Shy. Dalë feta sa më madhe. Unë do e pres pakës të trash se kemi dy vezë keli. Po. Ky lloj mëngjesi është mëngjes australian? Jo, faktikisht e kam... Apo është mëngjes titi? Jo, ky është original, është një mëngjes i një kuzhinieri të famshëm. Është angles, do të them emrin. Sa të fus bukën këtu për ta thekur? Bukën duhet ta thekim, a? Po. Mund të përdorin dhe feta normale bukën në shtëpi, po. Atëherë kemi vezët, keni? Bukur. Që do t'i rrafim në një pjatë të thellë. Nuk është nevoja shumë thellë. Sa mi daket i gjitha me i dorë? Pak e skrip. Pak e skrip. Dhe këtu ka një sekret. Si e sekreti? Atëherë, kjo original është, unë kam parë nga Chef Ramsay, është një nga... Chef Ramsay. Chef Ramsay. Ramsay e ka emrin. Nuk e di për ardhin, por është një nga kuzhinierët më të suksesshëm. Që ka dash me mikun tim Ramsay Glani. Chef Ramsay kemi pas të ndati. Duhet ta përzihesh gjatë kohës. Duhet ta përzi dhe ka dhe një teknik që nuk kam arrit ta kuptoj Chef Ramsay, thot 3 herë on and off the fire. Do të thotë që iqi nga zjarri, përzije dhe kjo tashti në këtë moment kjo gatuhet se është fundi i nxehtë. I tiganit është nxehtë. Sa fillon të uli zhurmën veza, atëherë vjen prapë në zjarr. Kuptova. Tu pak piper zi. Teuta gjithmonë. Pak skrip se pak i punë, pak i parë. Po. Gjatë kësaj kohe do ulim pak zjarrin këtu. Jo, ti mirë bëra, po vetëm se nuk e ke problem, domethënë. Po tash bukë do bësh në trimi këtu. Po, e kuptoj.
Po pse ti përshtrimet e këmisha ime të më? Bad luck. Aty kemi domaten. Një domate. Gjithmonë kjo është Këto domate formula... mund të demonstrojmë dhe ato domatinat e vogla... Domatet qershi. Qershi. Gjithmonë formula është Chef Remzi, ë? Chef Remzi, vetëm unë kam devijuar pak e domate këtu. Wow. Pëlqen, ë? Kërpulla është... Me gja... Arom... Vezën keti. Të duhet një pjatë e bardhë tani? Një pjatë pa tjetër, qose më ndihmon me një pjatë. Kry. Dhe do më kthesh bukën nga tostiri. Po, dhe ato e bëjun. Ky është momenti i fundit që hedhim dhe qepën. Dhe do na hapë një dekoracion verdh me shile. Po. E qepës duhet vetëm me i marrë mend, nuk duhet me skuq qepën, apo jo? Ja, qepa është pothuajse e gjallë, Sa për ta zbutur me marrë mend keni. E morëm. Ne shohim dhe domaten ton. A do ta kthejmë domaten? Ku si qërova këto Se? kërpullat? Jo, do s'ki nevojë të qëruar. Ku që ka për gjurë më të bukur? Kërpulla pa qëruar. Tu duon pak skrip keni, edhe rigon. Piper. Piper, se të shrigon. Se thonë pastaj që Chef Astridi bëri lapsus. Dhe gjithashtu... Këtu nuk është e jemi të mbaruar, thjesht ka mbaruar vezë. Ka mbaruar me procesin e skuqjes. Higo, gjitha. I heqim nga... Do me thënë, si mëngjesi e ka fantastik dhe ndërkohë që janë gjëra fare të thjeshta që i kanë me në shtëpi gjithë ndër. Në shtesë është vetëm një kërpull që mund të zëmësoj me pak djath, apo ja dhe buka e thekme. Erdhe? E se përna e bështyje ty. Ja dhe buka e thekme. Atere bëjmë vënd për pjatën. Kemi bërë një dëm shkeli me 2 kokra vezë. Shqyr që gratë kemi në shtëpi dhe nuk na shohin, po. Aja edhe për si për ti tani këtë. Qa mbetet keli? Afer. Qa mbetet bëhet afer. Kjo që ka fantastike më burë. Kam vetëm një vërejtje. Fantastike në të parë. Kam vetëm një vërejtje. Unë propozoj që vajnë t'ishte i ullirit, jo vaj misit. Pse pak i ndyrë kemi në pak një? Jo, pësë është qështje i ndyrë, është qështje arome. Pëstaj vaj ullirit është më... vaj misri. Misri. Atere kili, kjo është pjata përfundimtare. Kjo është pjata përfundimtare për mëngjesin tuaj në shtëpi, rekomandohet të hahet me thik dhe piron. Ti më kënaqë më. Jep një fund të zeshëm. Miru pafshim, takohemi për drek.